Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim në lidhje me hënën e plot, do bëjmë parashikimin për hënën e plot që është në shenjën e Akrepit dhe si do ndikoj kjo hënë e plot që është në datën 1 maj. Efektet fillojnë më përpara dhe vazhdojnë më mbrapa. Dhe mirë është që këtë video ju ta ndiqni. Gjithsesi, mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit maj, sepse janë postuar gjitha shenjat e horoskopit dhe aty parashikohet i gjithë muaji. Videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ju mund të ndiqni dhe videon në lidhje me Uranin që hyn në shenjën e binjakëve, sepse ka ndikimet e veta në këtë 7 vjeçar dhe ajo video është bërë apostafat në lidhje me 7 vjeçarin, se si do ndikoj të çdo shenjë e horoskopit. Gjithsesi, varet ku keni, në cilën shtëpi keni binjakët, aty ndikoheni plotësisht. Dhe do flasim në lidhje me këtë hënë të re, që është në shenjën e Akrepit. Është në boshtin Akrep Dem, në datën 1 maj, dhe do ketë ndikimet e veta. Do ndikoj shumë në lidhje me marrëdhëniet, në lidhje me partneritete të ndryshme, me vlerësimin e njerëzve që keni në jetën tuaj, dhe këtu flasim për njerëz të rëndësishëm, me bujarin, me besimin, me ndershmërinë, me besnikërinë. Por edhe në lidhje me një lloj transformimi, me një lloj ndryshimi që do ndodhi në lidhje me ju. Është një hënë e plot në lidhje me të gjithë. Është një hënë e plot ku ka lidhje me financat, ka lidhje me emocionet tuaja të thella, ju çfarëdo që të fshihni brenda shpirtit tuaj, plag dhe sekretet tuaja, atëhere është kjo hënë e plot i nxjerrë në sipërfaqe. Kështu që nëse diçka po e fshihni ose përpiqeni që ta mbyllni, atëhere kjo hënë e plot do t'i nxjerrë, do nxjerrë çdo gjë në sipërfaqe. Dhe kjo ka lidhje dhe në lidhje me anën tuaj emocionale, në lidhje me punën, në lidhje me në lidhje me investime të ndryshme që ju dëshironi të bëni, por gjithsesi është një hënë e plot që ju mund të tregoni dhe atë, më falni për zërin, mund të tregoni bujarin, besimin, ndershmërinë gjatë kësaj periudhe, sigurinë tuaj, sepse ju kërkoni një lloj sigurie. Ndërkohë, te disa do ndikoj në mënyrë të tillë, por më tepër do ndikoj te të lindurit e shenjës, Demit, Luanit, Akrepit dhe Ujorit. Por dhe gjithë ata që kanë ascendenten te këto shenja, por ju mund të keni dhe planetet e këto shenja. Më tepër ndikon te të lindurit nga data 7 deri në datën 15 të shenjave që përmendëm. Gjithsesi, kjo hënë e plot do ndikoj shumë edhe në lidhje me kushtet e punës, me kërkesat e tepërta që kolegët mund të kenë ndaj jush, do ndikoj më tepër në një lloj ndryshimi që do sjelli, ose në lidhje me fatin, me romancat, me dashurinë, me kreativitetin, me fëmijët, sepse çfarëdo gjë që ju të jeni, të dëshironi për të qenë të lumtur. Gjithsesi, është një hënë që ju bën dhe pak presion, ju streson pak, ju do filloni të vlerësoni gjithçka, do ketë disa tensione, ndoshta dhe stresi dhe shqetësimet do bëjnë pjesë gjatë kësaj hëne të plot, ose në lidhje me martesën, me njohjet, me lidhjet që ju keni. Por është edhe një hënë e plot që do preki dhe anën tuaj psikologjike, në lidhje me gabimet e së kaluarës tuaj, dhe ana juaj psikologjike do filloj të jetë më e ulët. Kështu që duhet keni kujdes në lidhje me tensionet, do ketë ndryshime në marrëdhëniet profesionale, në marrëdhëniet familjare, thjesht duhet të përdoret një lloj diplomacie për t'i kaluar këto situata, dhe te gjithkush do ndikojnë ndryshe, jo te gjithë ndikon njësoj. Gjithsesi, kjo ka lidhje dhe në lidhje me
komunikimin, në lidhje me bashkëpunimet, me marrëveshjet, me udhëtime të ndryshme, ose me sfida që do t'ju dalin të papritura dhe do t'ju ngacmojnë pak në lidhje me anën tuaj psikologjike. Është një hënë e plot ku disa prej jush do kenë zhvillime të mira në lidhje me ndjenjat e tyre, do kenë njohje të reja, do kenë zbulime në marrëdhënie dhe partneritete, dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju të merrni vendime të rëndësishme gjatë kësaj periudhe. Do keni shpenzime, do shikoni sa shpenzoni, sa fitoni, do ndjeni pak të stresuar dhe në ankth, dhe për disa të tjerë shoh që do ndikojnë në lidhje duhet keni kujdes në lidhje me shpërthimet, sepse do keni dhe shpërthime të momentit, ndoshta do përballoni dhe gjëra të zemëruar gjatë kësaj periudhe, gjithsesi do ketë edhe sqarime, por më tepër do keni sqarime në mendjen tuaj. Do hidhni poshtë ato zakonet e vjetra që mund të keni pasur. Është një hënë e plot që mund të ketë tensionet e vendi punës, mund t'ju iritoj, thjesht duhet i shmangni këto situata, ka lidhje edhe me situata të ndryshme që ju mund të keni, sepse është një hënë e plot që do t'japi fund situatave të vështira për të bërë diçka ndryshe, për të bërë gjëra të reja që do jenë në funksion të gjithë secilit. Kështu që do ketë ndryshime të papritura në lidhje me qëllimet tuaja personale, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet nga ana profesionale, gjithsesi mund të dali në dritë edhe një e vërtet. Kjo mund të ketë lidhje me një mik, me një partner, të cilët ju mund të keni pasur dyshime ose frikëra brenda vetes, atëherë ka ardhur momenti që të çliroheni nga presionet që mund të keni pasur ose nga tensioni që ju ka krijuar situata dhe çështje të ndryshme që ju mund të keni pasur. Gjithsesi, disa mund të ndjenë të stresuar, por gjithsesi do keni dhe zhvillimet e vendi punës, do ndikoj në marrëdhëniet me partnerin, marrëdhënie familjare, dhe kundërta, ose familjar që mund të krijojnë probleme në punë. Gjithsesi, duhet thjesht të menaxhoni situatat gjatë kësaj periudhe. Është një ndikim ku mund të ketë lidhje edhe me komunikimin, me miq, me të njohur jashtë vendit ose me njerëz që kanë lidhje me jashtë vendit, por është edhe një hënë e plot që ju do zgjeroni njohurit tuaja. Do keni ide të tjera, do keni ndryshime, do keni zbulime të ndryshme në lidhje me punën tuaj, por dhe me çështje të udhëtimeve, studimeve, botimeve të ndryshme që ju mund të keni. Ose kjo mund të ketë lidhje dhe me të huaj jashtë vendit në lidhje me ju. Gjithsesi do shohim se si do ndikoj kjo hënë e re dhe do shohim tarotin. Unë mora kartat e hënës së re për të parë se si do ndikoj kjo hënë e re në jetën tuaj. Atëherë doli kulla që tregon ndryshime të mëdha. Kemi kartën e yllit dhe kemi energjitë shenjave të ujit. Atëherë ju shoh që ju keni ndryshime të mëdha, ndoshta mund të jenë ndryshime të papritura, flasim për një pjesë, mund të jenë ndryshime të papritura, ju papritur futeni në një njohje të re, për pjesën tjetër mund të jenë ndryshime në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Ndoshta diçka rrëzohet këtu, ju ndoshta nuk dëshironi të qëndroni në këto situata që jeni dhe ka ardhur momenti për t'i bërë këto ndryshime. Dhe shoh që ju do filloni të ndërtoni gjëra të sigurta. Mund të jetë një njohje që ju çon drejt një lidhje të sigurt, ju mund të ndryshoni diçka në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, ose në rastin tjetër në lidhje me shtëpinë, me familjen, nga ana ekonomike, në lidhje me punën, me studimet, me internetin për një pjesë tjetër, sepse kemi ujorin këtu, energjinë e ujorit. Gjithsesi, unë shoh që do keni ndryshime të mëdha në jetën tuaj gjatë kësaj hëne të plot. Diçka mbyllni për të filluar diçka të re. Dhe këtë mund ta merrni në çështje dhe situata të ndryshme. Dhe ju shoh që ju do harini sepse keni manifestuar për të realizuar diçka. Nëse ju keni manifestuar për të mbyllur diçka nga e kaluara dhe për të ndërtuar gjëra të sigurta, një njohje të re, ju jeni gati
për ta realizuar këtë. Ose në lidhje me ndryshime të mëdha që vinë në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Dhe në qoftë se ju vërtet keni manifestuar, atëherë unë shoh realizim. Dhe realizim ka për gjithë ata që kanë manifestuar dhe për çfarë kanë manifestuar. Mund të ketë lidhje me fëmijët tuaj, ku ju dëshironi të arrini diçka, fëmijët tuaj keni manifestuar për këtë dhe unë shoh një realizim. Ndoshta doni që fëmijët tuaj të kenë ndryshime në jetën e tyre. Për pjesën tjetër, në lidhje me punën, me teknologjinë që do marri, sepse kemi uranin në binjak thanë, dhe shoh që aty do kenë zhvillime shumë të mira, ju do realizoni gjërat që ju dëshironi, në lidhje me studimet, me internetin, por dhe në lidhje me gjithçka tjetër. Dhe ju shoh për pjesën e beqarëve, ju kërkoni të ndryshoni statusin. Atëherë, keni manifestuar për këtë, një person vjen drejt jush. Është një person që ka emocione në lidhje me ju. Për pjesën tjetër, ju shoh që ju do keni lajme të mira, do keni realizime, do keni ndryshime të mëdha dhe shoh një çlirim shpirtëror. Ndoshta për një pjesë prej jush, me këto ndryshime të mëdha që do bëni, ju mund të shironi dhe plag nga e kaluara juaj. Gjithsesi, është një energji fantastike, ndryshimet që vinë gjithmonë për mirë, me realizime, me çlirim shpirtëror, por dhe me lajme të mira. Lajme të mira në dashuri, lajme mirë në lidhje me fëmijët tuaj, lajme të mira ekonomike, por gjithmonë duke ndryshuar diçka. Në qoftë se ju qëndroni aty ku jeni, atëherë mos prisni që të realizoni këto gjëra që ju dëshironi. Dhe shohim se çfarë na sjell kulla. Atëherë na sill energjitë shenjave të ajrit dhe energjitë shenjave të tokës. Ju shoh edhe kemi hënën e plot këtu, ju do të jepni fund goditjeve që keni marrë, stresit, tensionit që keni kaluar dhe ju çliroheni dhe kjo ka vazhduar për një kohë të gjatë dhe ka ardhur koha me këtë ndryshim që do bëni duke i dhënë fund diçkaje, sepse e tregojnë të dy këto letra dhe këtu përfshihen gjitha shenjat e horoskopit. Ju do bëni një fillim të ri, duke u çliruar nga lodhja, nga njohje, lidhje, marrëdhënie që keni marrë goditje, ose goditje të ndryshme në lidhje me shtëpinë, me fëmijët, me studimet, me dokumenta të ndryshme, por dhe në lidhje me shëndetin tuaj. Unë shoh një çlirim dhe shoh oferta të reja. Mund të jetë një ofertë e re në dashuri, është një person që dëshiron të vijë drejt jush, por ju ndoshta nuk ndjeni gati të hidhni hapa akoma, sepse shoh që ju i dëshironi këto ndryshime, i jepni fund, çliroheni, por dëshironi të hidhni hapa, por përsëri sikur keni ngecur. Nuk hidhni hapa, edhe pse po e mendoni seriozisht që të futeni në një njohje ose të ndryshoni diçka në lidhjet njohjet tuaja, ju përsëri të tregojeni pak të ngecur, sikur nuk jeni gati për të bërë këto fillime të reja. Kjo mund të ketë lidhje dhe në lidhje me studimet tuaja, në lidhje me shëndetin tuaj për një pjesë tjetër, në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që mund të kenë lidhje me dokumenta, me ligjin, mund t'i merrni nga më të ndryshme. Gjithsesi do shohim te realizimi. Ju keni manifestuar për të realizuar diçka. Edhe pse nuk hidhni hapa, i dëshironi ndryshimet dhe ndryshimet do vinë, i jepni fund dhe çlironi nga situata të vështira, atëherë vim te realizimi. Ju keni manifestuar në lidhje me realizimin në një njohje, që ju të futeni, të hyni në një njohje të re, dhe unë shoh që ju realizohet. Për pjesën tjetër, ndoshta për t'i dhënë fund situatave të vështira që keni kaluar, për të ndryshuar diçka, për gjithë ata që kanë manifestuar në lidhje me njohjet, lidhjet, marrëdhëniet, në lidhje me shtëpinë, me fëmijët, në lidhje me anën tuaj ekonomike, me teknologjinë, me internetin, me anën shëndetësore për një pjesë tjetër, unë shoh që një realizim të mirë në lidhje me gjithë ju. Dhe ja të shohim çfarë do realizoni ju. Në lidhje me çfarë është ky realizim. Atëherë kemi energjitë shenjave të zjarit, kemi energjinë e shenjës së akrepit, që kjo në plot është edhe në shenjën e akrepit. Unë shoh që ju keni dëshiruar të realizoni diçka në lidhje me dashurinë, por shoh që mund të ndjeni që keni konkurrencë në lidhje me një person, në lidhje me një dashuri flasim.
Për pjesën tjetër, mund të keni disa situata konflikti, disa situata tensioni që duhet ti menaxhoni. Por unë shoh që me kartën e vdekjes, ju jepni fund këtyre situatave. Mund të jenë situata tensioni dhe stresi në lidhje me një dashuri, dhe ju keni manifestuar që ju të jepni fund këtyre situatave, të çliroheni dhe të realizoni gjërat që ju dëshironi. Në lidhje me konflikte të ndryshme që mund të keni në familje, në marrëdhënie tuaja, te vendi punës, me fëmijët tuaj, ose mund të jenë disa tensione, ose ju mund të ndjeni të tensionuar në lidhje me anën tuaj ekonomike. Dhe ka ardhur momenti përsëri tregon fundin. Kemi kullën që tregon fundin, mbylljen dhe ndryshime të mëdha. Jemi te 10 e shpatave që tregon ju dilni nga goditje të forta dhe kjo ka më tepër lidhje me tensione, me anën psikologjike. Dhe kemi kartën e vdekjes që përsëri tregon një lloj transformimi dhe një lloj ndryshimi të madh që vjen në jetën tuaj. Por gjithmonë duke lënë mbrapa situata të vështira, konflikte, tensione, një lloj konkurrence që mund të jetë e vendi punës, në studimet tuaja, në lidhje me gjithçka. Ju mund t'i merrni situatat si i keni. Dhe unë shoh që ju i jepni fund, i lini mbrapa të gjitha këto dhe mbasi t'i keni lënë mbrapa, aty ju presin surpriza. Se çfarë surpriza do t'ju presin, do ta shohim. Dhe unë shoh një person të ri që vjen tek ju. Në momentin që ju jepni fund kësaj, është një person që ka emocione, një person që është shumë dashamirës, një person i ngrohtë, dhe ky person sikur ju ose do çliroheni nga të gjitha këto situata, po për pjesën e beqarëve një person do vi te ju. Për pjesën tjetër do keni lajme të mira, mbasi të mbyllni situatat. Do keni një çlirim shpirtëror. Mund të jetë lajm i mirë në lidhje me një dashuri, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Mund të jetë një lajm i mirë në lidhje me fëmijët tuaj, te vendi punës, në lidhje me studime të ndryshme, në lidhje me anën shëndetësore, sepse ka shumë lidhje, por dhe me çështje të ndryshme ligjore për pjesën tjetër. Dhe shohim në lidhje me çfarë janë këto. Atëherë kemi energji të shenjave të zjarit dhe kemi energjinë e shenjës së gafores. Atëherë, këtu përfshin gjitha shenjat, pavarësisht se dalin këto më fuqishëm, këto duan të tregojnë atë se çfarë do ndodhi. Dhe kemi mbretin e kupave, kemi energji mbretëreshën e zjarit dhe kemi karocën, që është energjia e gafores. Më thënë, ju do harini të pozicionoheni, sepse unë shoh këtu kanë dalë 2 mbretër. Ju pozicionoheni, do harini të gjeni veten nga ana emocionale, por ju shoh dhe me qëllime në veten tuaj. Ju shoh me shumë pasion, me shumë dashuri brenda vetes dhe do harini t'i jepni drejtim një dashurie me një person që hyn në jetën tuaj. Dhe kjo mund të ketë filluar që me hënën e re për disa prej jush. Për pjesën tjetër, ju do të jepni drejtim familjes, do të jepni drejtim shtëpisë, do të jepni drejtim marrëdhënieve tuaja. Si në çift, familjare, mund t'i merrni nga më të ndryshmet. Do të jepni një drejtim më të mirë punës tuaj, anës tuaj ekonomike, por kjo ka lidhje dhe në lidhje me parat, me trashëgimit, me çfarë do lloj situate që të keni. Është një energji fantastike që ka ardhur, thjesht unë shoh mbyllje në lidhje me gjithçka. Një çlirim dhe shoh që ju do harini një lloj shërimi, do t'i vendosni qëllime vetes për t'i dhënë drejtim dhe për të ecur para në lidhje me gjithçka. Dhe vazhdojmë, hedhim dhe 2 letra. Atëherë, kemi energji të shenjave të tokës, energji të shenjave të zjarit dhe kemi energjinë e shenjës së demit. Kjo hënë e plot është në aksin akrep-dem, ose në boshin akrep-dem. Gjithsesi, ju këtu është energjia thamë për gjithë, unë shoh që ju do mendoni seriozisht në lidhje me një dashuri, por ju shoh që ndiheni të friksuar. Dhe jeni të friksuar në lidhje me situatat e së kaluarës. Edhe pse ju i mbyllni, mendoni të hyni në njohje të re, por kjo gjë sikur ju bën që të ekzistojnë ato frikrat akoma brenda vetes në lidhje me diçka që doni të bëni. Për pjesën tjetër, mund të ketë lidhje me
shtëpinë me familjen ku ju mendoni seriozisht i mbështesni familjen tuaj, por përsëri shoh disa frikra. Në lidhje me anën tuaj ekonomike, me punën tuaj, ose mund të jetë dhe një person që ju mbështet nga ana ekonomike, mund të jetë një person shumë i afërt i familjes tuaj, por gjithsesi unë shoh edhe pse gjithçka është e lulësuar rreth jush, edhe pse gjithçka do jetë shumë e bukur rreth jush, dhe këtu kemi përsëri anën e plot, ju përsëri, edhe pse jeni në mes, çdo gjë jetë mirë, ju përsëri mbani ato frikrat brenda vetes në lidhje me gjërat që ju mendoni për t'i çuar para. Gjithsesi, unë shoh kemi energji të shenjave të zjarit, shoh një sukses, një fitore, ju do jeni shumë entuziast, do jeni duke fituar, duke festuar, do jeni në udhtime dhe udhtime të bukura, dhe kjo ka qenë përsëri një proces hënor të gjatë që ju keni menduar në lidhje me këtë fitore. Nëse ju keni dashur të futeni në një njohje, atëherë ka ardhur momenti që ta bëni këtë, sepse unë ju shoh që ju do jeni duke e festuar, do të jepni drejtim, do t'i çoni gjërat para, ose në lidhje me njohjet, lidhjet marrëdhënie tuaja. Mund të jeni të suksesshëm te vendi i punës, mund të jetë një sukses dhe një fitore ekonomike në lidhje me një projekt, me një bashkëpunim, ose në karrierën tuaj. Por edhe në lidhje me udhtimet për një pjesë për jush. Yjet punojnë për ju gjatë kësaj periudhe. Dhe gjithsesi, edhe pse jeni të suksesshëm, edhe pse i çoni gjërat para, ju futeni përsëri tërhiqeni brenda vetes, mendoni se si të jepni një drejtim më të mirë gjërave. Por ose më saktë se si të jeni dritë në rrugën tuaj. Dhe kemi përsëri energjinë e hënës së plot këtu. Më thënë, ju do harini të hidhni dritë në rrugën tuaj. Gjithsesi, unë do marr një mesazh nga angjëjt në lidhje me gjithçka. Marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë mesazhi na japin në lidhje me këtë hënë të plot. Atëherë kemi përsëri kartën e fitores, kartën e suksesit, është e njëjta kartë si te taroti. Dhe ju thot, një fat, thot, një fitore, dhe të reja të mira po vinë drejt jush. Mund të vinë një dashurire, mund të vinë një lajm i mirë, një çlirim shpirtëror, mund të jetë një punë e re, një projekt i ri, një bashkëpunim i ri. Ju thot, provojeni edhe pse mund të jetë diçka e panjohur. Nëse vjen një person i ri drejt jush, atëherë provojeni. Edhe pse ju mund mos njihni çdo detaj në lidhje me këtë person. Ose në rastin tjetër, në lidhje me fëmijët tuaj, mund të keni gjëra të panjohura, por gjithsesi unë shoh që suksesi është aty me ju. Thjesht duhet të provoni ose të lini fëmijët tuaj të provojnë gjëra të reja për të kuptuar atë suksesin dhe fitoren e tyre. Në rastin tjetër mund të jetë e vendi punës, ose në lidhje me udhtime të ndryshme. Por unë shoh shumë festime, shumë udhtime, dhe po të vëmë re këtu. Këtu tregon edhe një fund, po tregon edhe festime. Duke i dhënë fund situatave të vjetra, ju harini të bëni gjëra të reja, të vinë gjëra të reja drejt jush, dhe kjo do jetë një fitore, një sukses në lidhje me të gjithë. Atëherë, mesazhi është shumë domethënës, këtë mund ta merrni në gjitha llojet e situatave, në lidhje me familjen, shtëpinë, punën, anën ekonomike, në lidhje me dashurinë, sigurisht që po, sepse këtu përfshihen gjitha, por dhe në lidhje me projekte, partneritete të ndryshme që mund të keni, në lidhje me anën ekonomike, por dhe çfarëdo lloj gjëje tjetër që ju vërtet e keni pritur deri në këto momente. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë, ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit maj, sepse aty përfshihet i gjithë muaj, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e këtyre në këtë kanal, të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë, ju uroj një javë sa më të mbar,
dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, por dhe një mbasdhjetëse sa më të këndshme. Atëherë dëgjojmë në videot e radhës.